Ta uroj fatin e bardh, kur në sy mos pafsha lotin. Me thonë drejtën në të gjitha qytetet e Kosovës, Zvicër, Gjermani, diaspor, kërkesat janë të mdoja në vendet të ndryshme. Po, në nuk e di pa Kosovën e du pak ma shumë. Prape ke një... Po, nuk e di, ndoshta tregu, mënyra e repertuarit tam, edhe gjonat e një vetëm pak më rahat në vendin tonë. Po, në Kosova, dalën prej qytetit në qytet atmosfera, jo se çka kërkojnë? Pa tjetër, na kemi dalim shumë joni me tjetërën. Ku knaqet ndoshta që ndresa pak më shumë me publikun që e ka? Nuk e dim Ferizaj ndoshta. Ferizaj më pëlqen. Unë Ferizaj në mbrëmje rinore po folje. Sa herë që jam atje dhe nëse vish 3 veta i ki publik, ti ki mu knaqe me qatë publik. Po, në përgjithësi si publik i Kosovës, i pëlqej më shumë baladat apo këngët kështu më ritmike, me energji? Nuk varet, po në përgjithësi po, baladat i preferojnë pak ma shumë. Edhe ajo që më bën mu çudit është që tash me thonë atritit, ishe krejt në për diskoteka, në për kere ndëgjojnë rap, zhondër ndryshme, po kur vina aty kënë të natën qatë dush të japet, thujnë kënoma në i kongë pak ma popullore. A vëden është ajo që në rejnë gjak, ba di hopa. Cila është ndërsa ndër këngët që të kërkohet më shpeshti në mbrëmje? Po më varet se kërkesat janë të ndryshme. Kërkesat janë të ndryshme. Ka ndonjë këngë që po të bjen tash mendi, ndoshta me ndoa edhe me shikuesit tanë që ende nuk e kam pas rastin me dëgju që ndresë në një mbrëmje të bukur? Qa më juk numër e juve? Cila të bjen me kështu e para? Okej, mas jam zëshkaneve, kënoj një këngë për zëshkanet. Hajde po. Moj zeshkanja zemrës ti me hana dele mali ullet, kur të ndjen shpirti pendime, unë të presi gjithja lullet. Ta uroj fatin e bardh, kur në sy mos pafsha lotin, nuk pendofsh një dit me ardh, unë të presi qirë dhe zogun. Faleminderit shumë e dashur. Është një këngë që të kujtua kështu themi në qasht, apo jo? Po më përgjithësi e që ke një repertuar të gjerë, që i këndon në mbrëmje të ndryshme rinore, e vrejnë ndoshta atmosferën se si do vjoj pastaj që ndresa njerë me këngë më të leta? Po të nastuhet, blehet situata, po të unë realisht nëse kom kufizu vetëm zhondën, ashta njerëzit në gjojnë ma shumë si këngëtare muzikës popullore, po të unë jam ma shumë të muzika pop folk, masi edhe jo me re dhe e kam atë aftësin që me i dalu paka shumë zhondret edhe mos miknu krej zhondret në drejt, njejt po mendoj, nuk e kom kufizu shumë vetën që me thonë që ndresën e ndëgjoni veç ndosma, për ndryshe ka shumë plane që kanë me ardhe projekte me repera, projekte mikse, do me thonë.